vëllezër dhe motra, e gjithë bota shqiptare kudo që jetojnë, sot kujtojnë një ditë të madhe dhe të rëndësishme, një ditë ku u mundsua në bazë të atyre njerëzve të mençur dhe ditur dhe të urtë, prej besimtarëve dhe të tjerëve, prej muslimanëve dhe të tjerëve, që të arrin në një zgjidhje e cila e kishte emrin pavarësia. Unë e di shumë mirë se ka njerëz që i qëndrojnë skeptik asaj zgjidhje, por ai i cili lexon historinë dhe ku do të shkonte situata, po mos shkojte çështja në pavarësi, do të shkojte situata në asimilim dhe zhdukje totale. Vëllezër dhe motra, neve komunizmi na ka mësuar vetëm mbi pushtimin osman, na ka mësuar mbi pushtimin italian apo gjerman. Mirë po sistemi komunist neve nuk na mësoi diçka që ishte më e keqe se këto të gjitha. Gjenocidi i ushtruar mbi shqiptarët nga serbët, grekët dhe malazezët. Kemi qenë drejt një zhdukje totale, një shparosje totale. Kështu që ata burra që e ndërmorën atë hap dhe e gjetën këtë si zgjidhje, e kanë gjetur si zgjidhje që të mos zhdukemi dhe të asimilohemi si kom. Përndryshe nuk do të kishte ndoshta as xhamia dhe përndryshe nuk do të flitej fare ndoshta në gjuhën shqipe, siç po flasim sot. Kështu që Zoti i mëshiroft e i pastfal ata njerëz cilët e ndërmorën atë hap, pavarësisht se gëzimi zgjati vetëm një vit. E përsëris, pavarësisht se gëzimi zgjati vetëm një vit, mas një viti, në vitin 1913, në mbledhjen famkeqe londineze të Londrës, Shqipëria do të ndahej për t'ju dhënë si dhuratë armiqve të saj, të cilët tentuan që nga viti 1870 deri në vitin 1920 e sa, herë mbas here që të asimilonin këtë popull. Dhe kanë vazhduar, siç e dini, historinë e Kosovës, tentativat kanë qenë deri në fund. Pra derisa shqyr Zotit situata shkoi në çlirim dhe në pavarësi edhe për Kosovën. Kështu që ne duhet të jemi koshient dhe të ditur dhe duhet të jemi falëndërues ndaj atyre burrave që ndërmorën këtë hap, që jemi këtu ku jemi sot. E Zoti i Madh e ktheft edhe një herë Shqipërinë ashtu siç ka qenë. Amin. Thash, duke ia dhënë armiqve të saj, një pjesë ia dhuruan Greqisë, një pjesë ia dhuruan pjesës së serbëve, kur ishin këtu maqedonësit, e pjesa tjetër e Serbisë dhe pjesën tjetër duke ia dhuruar malazezëve. Jemi vetmi vend në botë që kufizohemi nga gjuha jonë dhe nga gjaku jonë. Jemi vetmi vend në botë që kufizohemi nga të gjitha anët, nga gjaku jonë dhe nga gjuha jonë. Prandaj dhe thash, zgjati pak kjo punë, po megjithatë, sa u ruajt, dhe kjo ka shërbyer për të ruajtur të paktën gjuhën dhe kulturën dhe traditën në të gjitha trevat e tjera. Zoti i pastfal e Zoti i pastmëshiruar. Ajo që dua të them gjithashtu është se shqiptaria dhe shqiptarizmi i vërtet nuk tregohet vetëm në një ditë, po tregohet në sa ne i shërbejmë vendit ton, adheut ton, popullit ton, gjithsecilin pozicionin që ai ka. Një politikan apo qeveritar që vjedh popullin e tij 300 orë në 24 orë, nuk mund të quhet shërbëtor i këtij vendi. Një njeri që ka një përgjegjësi në administratë dhe vjedh 300 orë në 24 orë, lokacionin e tij
vendin e tij, nuk mund të quhet shërbyes dhe shërbëtor i këtij vendi, por është tradhtar. Dhe çdo njeri tjetër, kushdo qoftë ai, në çfarëdo lloj pozicioni qoftë ai, në momentin që nuk i shërben vendit të tij dhe interesave të vendit të tij dhe interesave të popullit të tij dhe nuk i del mball çdo gjë që mund të jetë në dëm të vendit dhe interesave të vendit dhe bashk qytetarëve të tij, ai nuk e meriton ta ketë emrin shqiptar, ai është një mirë tradhtar nëse nuk është tradhtar. Prandaj duhet të reflektojmë, prandaj duhet ta bëjmë ashtu siç duhet këtë amanet që na ka fal i madhi Zot, që është, tha Zoti, hadha yawmu yanfa'u sadiqin sidquhum. Kjo është dita ku ata që thonë të vërtetën, i përmbahen të vërtetës, jetojnë me të vërtetën, pra nuk mashtrojnë, nuk rrejnë, nuk gënjejnë, do të kenë një shpërblim të pahatashëm tek Zoti i tyre, e që të jetojnë me të vërtetën dhe sipas të vërtetës dhe të mbështesin të vërtetën është detyrë, dhe kjo është atdhetaria e vërtet. Lut Zotin e Madh që të na ruaj prej atdhetarisë hipokrite, dyftyrshme, munafike, po të na bëj ashtu siç duhet, shqiptar të vërtet, me zemër, me shpirt dhe në shërbim të këtij vendi që e kemi amanet nga të parët tanë, Zoti i pastfal e Zoti i pastmëshiruar. Amin.